Do ta kem parasysh. Hej, ç'kemi mater? Përshëndetje makina. Ti e një atë? Ajo është avokatja dhe e fejuar e ime. Çfarë? Po bëja shaka. Trupi im ja e shtruri fare. Dok, sa mirë dukesh për mëngjes. Mos ke ndryshuar pozicionin e pasqyrave anash? Që ke avë, Sali? Të lutem. Vëre djalin të rregulloj rrugën. Qyteti ka nevojë. Ja, e njoh tipin e ti. Pakin garash. Nuk na duhet në këtë qytet. E po mirë, nuk doja ta bëja këtë dok, por s'më lë zgjedhje tjetër. Qytetarë të nderuar, të gjithë jeni të vetëdijshëm për të kaluar në krenare të qytetit Ja, tonë. ku filloj prap. Burimi i radiatorit. Xhevahiri i arti ngritur në varsen e rrugës 66. Rruga Mëm. Është puna dhe kënaqësia jonë të kujdesemi për udhëtarët në ngushticën e rrugës sonë. Udhëtar, çfarë udhëtarësh? Po si dëgjoni? Por si, po ju pyes ju, do të kujdesemi për udhëtarët nëse nuk ka në rrugë ku të udhtojnë për tek ne. Luigi, çfarë shet ti në dyqanin tënd? Goma! Po nëse nuk vjen njeri tek ti? Unë nuk do të shes asnjë. Gom, do të humbas gjithçka. Flo, çfarë ke në dyqanin tënd? Unë kam karburant, shumë karburant. Mjaft çuna më dëgjoni mua. Hej Flo, çfarë do të ndodhë nëse askush s'vjen në pikën tënde të karburantit? Unë do të humbas biznesin dhe më duhet të largohem nga qyteti. Po ne çfarë do të na ndodh kur Flo të largohet nga qyteti dhe mbyll stacionin? Pagazin e marrin fund. Çfarë? Pra nuk mendoni se makina përgjegjëse duhet ta ndreqë rrugën tonë? Makina e vetme që mund ta ndreqë atë rrugë është Ali i Madh. Krizi, Ali i Madh është larguar shumë kohë më parë. Pse po e përmend limoni Oh, ai verdh? mund ta bëj, ai ka shumë kuaj fuqi. Atëherë çfarë doni që ai të bëjë? Sepse ne jemi një qytet i denjë për të ndrequr. Qetësi në sallën time. A doket sikur mund ndryshua mendja pa prit. As mos të shkoj ndër mend të dalim për dak. Nuk prish punë ngjitës, në vendin tim vjen Besi. Hej, shoku, të kesh goxha punë me Besin. Unë vdes për të. Besi? Kush është Besi?